Komuniteti ndërkombëtar i shahut është tronditur nga lajmi i ndarjes nga jeta të mjeshtrit të madh amerikan Daniel Naroditski, i cili ndoroi jetë papritur në moshën 29 vjeçare, vetëm 2 javë para ditëlindjes së tij të 30. Lajmi u konfirmua nga qendra e shahut në Charlotte, ku Naroditski ishte trajner dhe antar aktiv. Shkaku i vdekjes nuk është bërë publik. Në një deklaratë zyrtare, klubi i tij shprehu hidhërim të thellë për humbjen e një figure që inspironte në mbar botën. Daniel ishte një shahist i talentuar, komentator dhe edukator, i admiruar nga tifozët dhe lojtarët nga çdo cep të globit, thuhet në njoftim. Ndërsa figurat që shprehen ngushëllime ishte edhe mjeshtri i madh Hikaru Nakamura, aktualisht amerikani numër 2 në botë, i cili shkroi në rrjetet sociale: "Jam i shkatëruar, kjo është një humbje e madhe për botën e shahut." I lindur në Shtetet e Bashkuara, Daniel Naroditski nisi të luante shah në moshën 6 vjeçare, pasi u njoh me lojën përmes vëllait të tij më të madh, Alan. Në moshën 12 vjeç, ai fitoi kampionatin botror për të rinj në 12 vjeç në Antalya të Turqisë, duke u cilësuar si një talent i rrallë. Vetëm 2 vjet më vonë, në vitin 2010, botoi librin Zotërimi i shahut pozicional, një tekst i vlerësuar për analizat e thella dhe aftësitë strategjike. Në vitin 2019, ai fitoi kampionatin amerikan për të rinj, çka i hapi rrugë për të marrë titullin mjeshtër i madh ndërkombëtar nga Federata Botrore e Shahut. Naroditski është gjithashtu një figurë shumë e dashur në komunitetin online të shahut. Kanali i tij në YouTube arriti rreth 500.000 abonentë, ndërsa transmetimet e tij në Twitch ndiqen nga mbi 340.000 ndjekës. Humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh në botën e shahut dhe në zemrat e miliona adhuruesve në mbar globin.